Për vitin 2025 pra kërkohet shtimi i organikës me 3 punonjës të tjerë, njëri është këshilltar i komisionit dhe 2 përgjegjës sektori. Pra, një përgjegjës sektori tek sektori juridik edhe pse ka 2 specialistë ligjor, dhe një përgjegjës sektori tek burime natyrore edhe pse ka një specialist burime njerëzore, dhe një specialist finance. Dhe pyetja ime, përderisa një ndër funksionet e institucionit tuaj është monitorimi performancës së operatorëve dhe kontrollit cilësisë me radhë, është se si do ta shtojnë dhe do ta përmirësojnë performancën këta punonjës të ri në organikën tuaj, kur unë dua të sjell dhe kjo shqetësimin e një banori në Tiranë, pikërisht tek rruga Binakalia, pra mbi konviktet e qytetit Studenti, por atë se çka ndodh me ujin që rrjedh, kjo është shtëpia e tij pra, në një ditë me diell, jo me shi, për shkak të daljes së ujit nga të shkarkimit të ujrave, pra mbi rrugë. Kjo është situata në Tiranë pra. Kështu që jam kurioz se si është rritur performanca juaj deri më sot, përderisa nga 2008 do shtohet organika me 11 vet, dhe se si sfidat që ju si thua përballni nuk kanë të bëjnë me një situatë tillë që është totalisht anormale. Pra uji që del nga pusetat poshtë, shkarkimi si thua, dhe kalon mbi rrugë dhe i futet tjetrit në shtëpi në mes të Tiranës. Faleminderit. Hierarkia administratës shtetërore funksionon në tillë, pra është drejtori, shefat e sektorit dhe specialistët. Dhe normalisht gjithmonë shefi i sektorit ka një pagë, është e përcaktuar që ka një pagë më të lartë se sa vetë specialisti. Sepse duke u rritur kërkesa, duke u rritur vështirësi, duke u rritur puna jon, atëherë ka nevojë për të pasur edhe për të përmirësuar edhe vetë strukturën e institucionet. Për sa i përket pyetjes tuaj, këto janë defekte teknike që nuk ndiqen nga institucioni jon, por gjithmonë kur adresohen nga institucioni jon, ne jemi të vëmendshëm për t'i parë ecurin atyre, në qoftë se zotëria ka sjellë një ankesë te institucioni jon, patjetër që ne kemi ndjekur si proces. Faleminderit, unë do ju sjell unë në kërkesën tek institucioni juaj me vendin specifik, me shpresën se do zgjidhet. Faleminderit.